ka qenë rregull, në kohën e Hashim Thaqit dhe Ramush Haradinajt, kur njëri lobojke për ndryshim territoreve, e tjetri jo për ndryshim territoreve, apo një kryeministër dhe një presidente, që nuk po thom që janë pajtu 100%, po një 90% janë pajtu. Pse? Se presidenti o pjesë e shtetit më raj, nuk o opozit. Unë e kuptoj që aje ka rolin e unitetit. Pa së mundot me dole opozita. Alben ti po thu kështu, unë e kum ja bu kështu. Ajo nuk është shtet normal. Ajo është kaotik. Do me thonë që po thu ti, vetë vendusja e vëtën dikën që mundet mi përshtat. Po në regull është ajo mu përshtat, pse peshet ti që së është në regull mu përshtat, presidenti kërë pjesë e shtetit, politikën e jashtë me udhesh, ka me emru prokuror, ka me udhesh ushtrin, ka me... Apo do me më dëgju, për me papi. Kupton, mësë që ato si opozit, që po të kalëzoj, raporteret pa kufi, në raportin e tyne të vitit 2025, Kosova, di kur renditet? Në Evropë, është Rusia, Belarusia, Turqia, Kosova, Serbia, Shqipnia. Na jemi ma kesh krejt Balkanin dhe jem veç me shtu shtete krasov. Reporterët pa kufi s'janë tonët. Për mediat, e ki fjallë? Për media. A beson ti që ta? Që a besoj, pa e kem besu gjithë. Unë e ti kemi qenë protesta. Unë e ti... Po këso herën se beson. Okej, po tash po... Ja, tash lem ta kryt. Jo kanë drejtë se shumica janë të kaple për oligarve, ama jo për pushtetit. Vetë me shtetë që i po blen me folë tash. Po ki me folë të mas shumë, nuk bëjnë se s'ta marim fjallë. Te e din, që mas shumë... Talit vjen rava, zotit drenoj, se sot e me një ore gjysë. Kemi shumë kohë. Mas shumë se në Britanit madhe, që është nana demokracisë në Evropë. Ki media antiqeveritare në Kosovë. Në Britanit madhe ki edhe media proqeveritare. S'dija din ti. Ki media proqeveritare. Si të thonë na i sanë përmbajtësor, që po të kalëzoj pëse sa është kjo kur gjorë? Dhe me dojtë Serbia për para, ajo i bjen me njerë nuj qaj raport. A e ki ledzu raportin? Po se kom ledzu raportin, për e kom po hartën. Hartën e kom a din cilë është argumenti? Serbia, Rusia pak ma kjerë, Bielorusia, s'po du me u përfshi në këtë debat për media, ama Kosova qëndron ma mirë se gjithë vendet në rajon për media. Ajo s'ka të diskutim. Krejt regull për juve që keni këtë konsenzus. Vishju lutna, mos i citoni, as kur flet për Rusi, as për Serbi. Se nëse e ka gabim për neve, e ka gabim edhe për vendet tjera. Veç pak, se s'po du me hinë të magat. Për mu është punë e kryme, po kjo është... Po që se e krason situatën mediatike Kosovë-Shqipëri, është e pa krasushme. Po që unë po të regoj pëse pra. Po që se e krason Kosovë me Macedoninë e Verit, është e pa krasushme. Po që se e krason Kosovë me Malën e Zi, është e pa krasushme. Mos e krason me Serbinë. E me Serbinë mos diskutohet. Po të regojnë e pra pëse sërë, se na shtit këtë debat. Po të regojnë